ishtë për ata shqiptarë të cilët janë, po themi kështu, fanatik edhe tradicional të lëvizjeve në mal ose në destinacione malore, apo kemi të bëjmë edhe me grupë mosha të ndryshme dhe të rinj që po themi po përpiqen që ta zbulojnë si destinacion? Lëpusha ka gjithë grupë moshat apo gjithë kategoritë e vizitorëve që e vizitojnë, ata që vinë për ecje natyrë, për familjarët, ke studenta që frekuentojnë shumë, që kanë vazhdu edhe që mundohen. Lëpusha nuk është se ka që vjen Lëpusha dhe ti nuk mundesh për me bë një destinacion, ke shumë destinacione që mund t'i bash që janë destinacione ndryshme, nivele ndryshme. Ndërkohë me të huajt si është raporti? Më falë? Me të huajt si është raporti me prezencën e tyre, pra kemi më shumë të huaj apo dhe shqiptar që... Gjatë dimrit është më shumë të shqiptar, për përjashtim me pjesë e marsit edhe shkurtit që ka pothuajse mirë të huaj, të cilët vinë për ski, vinë për ecje me snowshoes me këto këpucë të borë që bëjnë ecje në borë, kurse pjesa më e madhe tani për Krishtlindje dhe për vitin e ri janë shqiptarët. Aktualisht sa është temperatura? Besoj e ujë. Aktualisht është -4, -5. -4, -5 shkon. Po. Kur ka rënë borë për të fundit? Borë ka ra para 2 javësh, pak a shumë. Por e sigur që në atë zonë do të ketë sërish së shpejti, është një ndër zonat që mësë të tepër mirë shumë. Po, në zonë që është me disë nivel shumë të lartë edhe besoj se do ketë, me fjallë. Tani shohim se si do jetë. Po për momentalisht nuk ka. Çfarë preferohet më së tepërmi në zonën tuaj? Nëse referohemi ndoshta edhe kulinarisë, por jo vetëm, edhe atë çka me fakt turistët kërkojnë më së tepërmi dhe që e shijojnë, që e shfaqin. Ushqimi, natyra, njerëzit, kultura që ka vendi, njerëzit janë shumë të afrushëm. Ka shumë gjëra ndryshme. Ertan, ndërkohë ju njihni mirë thujse të gjitha destinacionet në Shqipëri, her pas here vetë së bashku me agjencinë tuaj keni bërë edhe hapje, po them ose eksplorim të destinacioneve të reja. Cilat janë ato që do t'i veçonit si më të preferuarat nga qytetarët? Kryesisht turizmin malor, dimëror apo atë veror? Në rast se flasim për këtë sezon, sigurisht që është zona e Alpeve, që është për mua është më interesante për sa i përket guidave. Por shkaku që nuk ka pasur borë në këtë periudhë, gjë e ka bërë që të mos ketë shumë frekuentim në zonat malore. Pra kjo ka qenë, po them, një ndër problematikat që kanë hasur agjencitë ose dhe ju vetë për të lëvizur, sepse është preferencë e para. Është kush kryesor, nëse do të shkosh në një destinacion, po flasim për këtë sezon, në momentin që s'ke borë, sikur të zbehet pak ajo dëshira. Qoftë edhe këta që lëvizin në mënyrë individuale, po dhe këta që çojmë ne ose familjar të ndryshëm, bëjnë rezervime, presin borën, kemi anullime sepse qefi aty është tek bora. Kush është destinacioni më i shtrenjtë sot për sot në Shqipëri? Por Shqipëria nuk është se ka destinacione të shtrenjta, të gjitha që janë të përballueshme, diferencën mund ta bëjë hoteli që ti zgjedh. Nëse do zgjedhësh një hotel të mirë, cilësor, me 4 yje për shembull, të paktën këto zonat ku shkojmë nese me 5 nuk është se ka, ajo do bëj atë diferencën në raportit çmime dhe çfarë ofrohet. Pjesa tjetër është okay, janë më së përballueshme. Qartë, ndërkohë çfarë ka ndryshuar gjatë kësaj periudhe kohore me vizitorët shqiptarë, me ata cilët kërkojnë që fundjavat të lëvizin nga Tirana të shkojnë drejt destinacioneve? Ka këmbgulës atyre që qëndrojnë të destinacioneve të njëjta apo kërkojnë eksplorime të reja, pra çfarë keni vënë në re? Me thënë të drejtën, ka një ndryshim drastik për sa i përket vizitave nga shqiptarët në Shqipëri edhe për më tepër që po dalin shumë jashtë. Pasi biletat e avionëve janë shumë të lira dhe Europa na konkuron shumë edhe me çmimet që ofrojnë biletat, po dhe akomodime që janë shumë të lira. Për shembull, Italia njëherë ka pafundësi shqiptarës që shkojnë me udhëtime 2 ose 3 ditore, madje ka dhe çuditëra alla shqiptare që bëjnë edhe udhëtime 1 ditore. Udhëtim 1 ditor në Roma, po në Milana, Venecia, kështu që është ideja për të lëvizur jashtë shtetit ndoshta. Po mjafton një check-in për ta bërë jashtë Shqipërisë dhe ja ku kemi qenë, kështu që
Por ata që i shijojnë në të vërtetë kush bën 2 ditë ose 3 ditë në Shqipëri, patjetër që është më mirë këtu, sepse për dalë për të vizituar një qytet jashtë Shqipërisë apo një shtet, sigurisht që duhet më tepër kohë për ta shijuar, jo thjesht të shkosh për të treguar që kam qenë diku edhe të kthehesh. Kupton se ngelesh rrugëve dhe aeroporteve, por kjo gjë ndikon në rezervime dhe paksimin e vizitorëve për të vizituar Shqipërinë. Renata, sa është çmimi në Lëpush sot? Si variojnë çmimet? Çmimet nuk është të kanë lëvizur, po thuaj se janë njëjta çmimet që kanë qenë edhe më përpara, varet të mundësitë ose të mënyra se çfarë do një gjë më të mira, një gjë më të lirë. Kena dhoma të bujtina, kena edhe vilat private që varojnë nga 35 deri në 60.000 lekë për person. E kupton, bën darkë me mëngjes përfshira. Po janë çmime, janë çmime besoj të normale, të përballueshme nga masa. Me tregun që është sot, duke qenë se me Lena Deri jemi prej vitesh edhe tashmë kam mik, janë më se të përballueshme dhe shumë të mira që ti ke mundësinë të flesh, të konsumosh mëngjesin, darkën, marrësh një shërbim që rrallë e gjejmë, por ndonjëherë nuk është vetëm çështje çmimi, kupton, është ajo që cekëm pak më herët, që njerëzit duan edhe diçka ndryshe. Duke qenë se Shqipëria është vend i vogël, ata që kanë mundësi ekonomike tashmë e kanë vizituar qoftë Lëpushën, Valbonën, Thethin, Korçën, për ashtu këto rastet e festave që ka një fluks. Okej, por po flasim për vazhdimsi dhe shtrirje kohore, sigurisht që shpërndahet, nuk qëndron vetëm në Shqipëri. Po jemi duke ndjekur në këtë çast fakt pamjet e qytetit të Korçës, atë çka reflektuam edhe më herët në kuadër të organizimit festiv, po ndalem duke qenë se e nisëm me Korçën, meriton të pyes edhe në mbyllje të kësaj bisede. Po. Korça pse preferohet në kuadrin edhe duhet ta shtoj pak më tej mendimin. Pra, ndikon fakti që janë 2-3 fshatra turistik për qark që mund vizitojnë, kanë qenë sigurisht që ndikon. Ndjesë ndoshta të ndërpreva. Para se të shkosh në Korçë, si fillim kemi liçenin e Pogradecit.